Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së ujorit. Do bëjmë një mesazh për ju dhe wow. Shikoni, para jush është shenja e Britjapit. Është Lady këtu me numër 29, por është Lady Zonja dhe këtu me numër 29. Janë ato old style dhe numër të letrat. Që kanë vërtet, por shikoni, kjo është e kthyer në të djathtë dhe kjo është e kthyer në të majtë që bën dallimin dhe pasqyrimin komplet gjë tjetër. Pra në variant figura e zonjës është e kthyer nga e majta dhe ka një kuror mbi kokë. Shikoni ku është. Mbi të që e thekson edhe më shumë vlerën e statusin dhe forcën personale. Të dashur Jor, kjo është letra e gruas që është në qendër të leximit. E të them, mund t'jeni ju apo dikush afër i jush, një grua me rol të rëndësishëm dhe të fuqishëm në jetën e juaj, apo mund t'jeni ju vetë. Ndryshe nga versioni tjetër, që është, kjo figurë është më e qëndrueshme, më e pjekur dhe më e vetëdijshme për fuqinë e saj. Do thotë keni vërtet të dituri, apo do të bëheni ta kuptoni që keni një, ta them, qëndrueshmëri dhe pjekuri dhe ta kuptoni këtë, apo mund të jetë një person që ka luan rol të madh në jetën e juaj. Nuk ka asgjë rastësore në këtë grua, jo ka kaluar prova dhe qëndron si mbretëresh, jo si e varur nga vlerësimi të tjerëve. Ndoshta kjo është një mesazh në vete të dashur Jor, që mos të bëhemi të varur nga vlerësimi i të tjerëve. Pra, në jetën personale je duke hyrë në një periudhë ku dinjiteti yt vjen i pari, nuk është më koha për të provuar veten, por për të jetuar si dikush që e njeh vlerën e vet. Në marrëdhënie nuk jemi në kërkim të vëmendjes së gabuar. Kjo letër të kujton nëse dikush nuk të trajton si mbretëresh, ai thjesht apo ajo nuk është për ty. Në punë, po biznes, atë profesionale, tani është koha të qëndroni vertikalisht, të marrësh vendime që nuk janë thjesht të dobishme, por dhe të denja për ju të dashur Jor. Ti nuk je në konkurrencë me askënd, je në udhtimin tënd. Mos harro se kush je, thot letra të dashur Jor. Ti nuk je thjesht një grua, po një person, ta them në këtë rast, je një forcë, dhe forca jote qëndron në qetësinë, zgjuarsinë dhe dinjitetin që nuk ka nevojë të bërtas. Mjafton të duket aty, të dashur Jor, të mburreni me veten.